Kapitulli 3. Lutja që sjell lirin. Fjala litani përdoret për të përshkruar një lloj lutjeje formale, leximi së cilës nga njerëzit e kishës bëhet çdo herë në të njëjtën mënyrë. Pas reformimit, kishat protestante braktisen shumicën e litanive, dhe pothuajse gjithçka me origjinë katolike u hodh poshtë nga kishat e reja. Kjo solli një pasojë, një humbje shpirtërore që në të vërtetë nuk na leverdis, pasi disa prej katolikëve të devotshëm mund të na mësojnë të vërteta vitale. Fuqia e Ungjillit dhe prezenca e Zotit Jezus Krisht depërtojnë edhe në kishat e përgjumura dhe disa njerëz fillojnë ta njohin e ta duan atë, ashtu sikur se i ndodhi Martin Luterit brenda kishës romane. Në qoftë se ne, protestantët, do të zotëronim një pjesë të thellësisë shpirtërore që kanë dëshmuar njerëz të tillë si Francesku i Azisit, unë besoj se do të arrinim gjëra shumë të mëdha për Zotin. Unë nuk e di emrin e atij katoliku që e ka shkruar litaninë më poshtme, por ajo flet për një jetë që është e nevojshme të përjetohet nga të gjithë dishepujt e Krishtit. O Jezus, nga zemra i butë e i përullur, mua më dëgjo. Çlirom Jezus nga dëshira për të qenë i dashur prej të tjerëve, nga dëshira për të qenë i lartësuar, nga dëshira për të qenë i nderuar, nga dëshira për të qenë i lavdëruar, nga dëshira për të qenë i preferuar nga të tjerët, nga dëshira për të qenë i konsultuar, nga dëshira për të qenë i aprovuar, nga frika e të qenit i poshtëruar, nga frika i të qenit i përbuzur, nga frika e të qenit i qortuar, nga frika e të qenit i harruar, nga frika i të qenit i keq trajtuar, nga frika e të qenit i dyshuar. Dhe më fal mua, Jezus, dhe më fal mua, Jezus, hirin që të kem dëshirë që të tjerëve t'u jepet dashuri më tepër se sa mua, që të tjerët të vlerësojnë më shumë se sa unë, që në sytë e botës të tjerët të arriten ndërsa unë të zvoglohem, që të tjerët të zgjidhen e unë jo, që të tjerët të përmenden e unë të mbetem i panjohur, që të tjerët të preferohen përpara meje në çdo gjë, që të tjerët të bëhen më të shenjtë se unë, por me kusht që unë të bëhem aq i shenjtë sa ç'duhet. Jam i bindur se në qoftë se do të luteshim kështu sinqerisht çdo ditë, Shpirti i Shenjtë do të ndryshonte jetët tona në mënyrë të mrekullueshme. Kam besim se cilësitë e përmendura në këtë lutje mund të mbeten tona sot. Ky duhet të jetë qëllimi ynë dhe jo përmbushja e një detyre të veçantë për Perëndin. Ka shumë rrugë të lehta e mënyra të dorës së dytë me të cilat mund të zëvendësohet shenjtëria e vërtetë. Ne mund të endemi në për rrugë të ndryshme e të gabuara e të jarim të imitojmë në mënyrë të rreme dhjatën e re, në vend që të rrokim të vërtetën. Në kohën kur isha student, ndjeja një etje të madhe për të mësuar se ç'ishte shenjtëria e Krishtit. Ndaj, edhe shfletova faqet e shkrimit të shenjtë për të zbuluar se cili ishte thelbi i mesazhit të dhjatës së re. Kështu, arrita në një bindje të thellë se Shpirti i Shenjtë dëshiron të bëjë prej nesh njerëz që t'i ngjajnë Krishtit, dhe jo robot fetar, apo kampion doktrinal, apo stuhi ungjillizuese, por njerëz të cilët janë si Jezus Krishti. Kjo lutje ka në themel pikërisht këtë ide. Këto atribute janë ato që karakterizojnë Jezusin. Jezusi ishte njeriu të cilin e vlerësuan, të cilin nuk e deshën dhe që nuk u lartësua. Ai nuk e pranonte nderimin apo ndonjë nga ato gjëra që lakmoi prej njerëzve ambicioz. Ai ishte njeriu i cili në fund të jetës u përbuz plotësisht prej njerëzve dhe përpasoj u ekzekutua. Kjo lutje është shkruar nga një njeri që e njihte Zotin nga afër. Puna që Perëndia dëshiron të bëjë në zemrat tona është mbi të gjitha ngjashmëria me Krishtin. Është kjo një punë që do të zgjas për gjatë gjithë jetës sonë. Nuk ka rrugë të shkurtër drejt kësaj lloji rritjeje shpirtërore. S'ka asnjë organizat dhe asnjë aktivitet që të shërbejë si kompensim për këtë. Ne duhet kemi një etje dhe një uri të vazhdueshme që natyra e Krishtit të riprodhohet në ne. Gjithashtu, ne duhet jemi të vetëdijshëm për një gjendje lufte shpirtërore që na rrethon dhe që do të zgjas gjatë gjithë jetës sonë. Ushtarët në luftë
duhet të jenë kur do erë gati të vdesin. Ata mund të mos e njohin Krishtin, por ama janë gati të japin jetën e tyre kur shkojnë në betejë, sepse ndryshe do të jenë ushtar të dobët. Ne na duhet një frymë e tillë në luftën shpirtërore. Ne që kemi jetën e përjetshme të Krishtit, duhet të hedhim tutje jetën tonë. Këtë gatishmëri mund të arrijmë ndërsa mbajmë këtë lutje dhe jetojmë sipas udhëzimeve të saj. Ajo fillon kështu: Më çliro mua Jezus nga dëshira për të qenë i respektuar. Ne të gjithë kemi një dëshirë të lindur që të tjerët na respektojnë. Megjithse mund të mos shquhemi për ndonjë gjë, neve na pëlqen që të jemi të njohur. Kur takojmë një grup të krishterësh që nuk i njihnim më parë dhe dikush na drejtohet me fjalët: "Vlla, na vjen mirë që të kemi midis nesh sot. A do të doje të na tregoje se çfarë Zoti është duke bërë në jetën tënde?" Ne ndihemi të përkëdhelur në sedër. Por nëse nuk na përfillin ose na lën pas dore, sedra jon lëndohet. Pavarësisht nëse jeni tipa të hapur apo të mbyllur, ne, në një mënyrë egoiste, duam që të tjerët të na kushtojnë vëmendje. Prandaj të gjithë kemi nevojë të lutemi: Zot, më çliro nga dëshira për të qenë i respektuar nga të tjerët. Tek letra drejtuar Filipianëve, Pali na paralajmëron për frytet e vetë respektit të tepruar. Mos bëni asgjë për rivalitet as për lavdi të kot, por me përulësi, se cili të çmoj tjetrin më shumë se vetveten. Që t'i arrijmë kësaj, na duhet fuqia e dashurisë së Krishtit. Kërkesa e dytë e kësaj lutje është: Çlirom Jezus nga dëshira për të qenë i dashur nga të tjerët. Nevoja për dashuri është një nevojë psikologjike themelore e njerëzit. Fëmijët nuk mund të rriten normal pa dashuri, dhe të arriturit nuk mund të ecin të lumtur në jetë pa sigurinë që vjen nga dashuria. Zoti i plotsoi këto nevoja tërësisht kur me dashuri dha birin e tij për ne. Në këtë e kemi njohur dashurinë. Ai e dha jetën e tij për ne. Letra e parë drejtuar Gjonit, kapitulli 3, vargu 16. Kur Perëndia e dha birin e tij të dashur e të përsosur për të na çliruar nga mëkati, ai e demonstroi dashurinë e tij në mënyrë më të fuqishme. Dhe vullneti i tij për ne është që të tregojmë dashuri të njëjtë për njëri tjetrin, pasi i njëjti varg vazhdon, dhe ne kemi për detyrë të japim jetën tonë për vëllezërit. Unë besoj se disa të krishterë rropaten me ankth për të pasur eksperjenca personale të dashurisë së Zotit, pasi ne nuk marrim nga të krishterët e tjera të dashuri që Krishti i ka urdhëruar ta japin. Kur shteron rrjedha e dashurisë midis nesh, atëherë mund të fillojmë të kërkojmë bekime e favore të veçanta nga Perëndia, si për të vërtetuar se ekziston dikush që na do. Plani i Perëndisë sipas shkrimit të shenjtë është që të krishterët ta duan njëri tjetrin ashtu si Krishti e deshi kishën dhe dha jetën për të. Revolucioni i dashurisë përfitohet dhe përcillet si vertikalisht, ashtu edhe horizontalisht. Shumica e njerëzve që janë të zjarrt për Perëndin e kanë marrë shkëndijën nga një besimtar tjetër i zjarrt. Njerëz të mëdhenj të Perëndisë ja dolën të bëhen si Krishti, sepse kishin bashkësi me një njeri të Perëndisë, ashtu si dhe me vetë Perëndin. Perëndia takohet me ne nëpërmjet lutjes dhe fjalës së tij, por ai gjithashtu takohet me ne nëpërmjet personit dhe shembullit të një vllai. Unë i detyrojmë dashurisë dhe inkurajimit të krishterëve të tjerë, madje më shumë nga ç'mund ta përshkruaj. Njëri prej tyre është Billy Graham, ndosë atë nuk e njoh personalisht. E kam lexuar historinë e jetës së tij dhe e kam ndjekur progresin e tij dhe njëri kam dhënë dorën në mes të turmës, dhe madje edhe atje e ndjeva dashurinë e tij. Kisha shkuar në zyrën e tij për çështje pune dhe salla ishte ndërkohë e mbushur me shumë njerëz. I gjithë personeli i zyrës ishte i zënë me punë, në vorbullën e një fushate ungjillizimi, dhe askush nuk na kushtoi vëmendje një shoku tim dhe mua, përveç se personit tek sporteli. Pastaj hyri Grahami, dhe menjëherë filloi të shtrëngonte duart me të gjithë. Ai erdhi drejt tek ne dhe na përshëndeti e tha diçka me shumë përzemërsi. Ja pra, përpara nesh ishte një njeri i famshëm, 100 herë më i zënë se shumë njerëz të tjerë, por që kishte kohë të jepte dorën njerëzve të zakonshëm që ndodheshin në ambientet e jashtme të zyrës së tij. Kjo ishte veçanërisht inkurajuese për mua,
sepse e kisha pranuar Krishtin si shpëtimtarin tim gjatë një predikimi të Billy Grahamit. Njerëzit do ta njohin Jezusin në qoftë se ne do të shkojmë atje ku ata janë dhe do t'i duam ata në këtë mënyrë. Por revolucioni i dashurisë nuk mund të përhapet në qoftë se kemi për qëllim të fitojmë dashuri prej të tjerëve. Ne të gjithë kemi nevojë për dashuri, por dishepulli i Krishter përqendrohet në marrëdhënien e dashurisë, sepse ai ka marrë dashuri me bollëk nga Perëndia. Sprova më e rëndë vjen kur ndihemi të padashur e të braktisur, ashtu si Jezusi dikur. Por në kriza të tilla, ne mund të provojmë se sa e mrekullueshme është dashuria e Perëndisë, në qoftë se i përkushtohemi të tjerëve. Kurthi tjetër prej nga duhet të çlirohemi është dëshira për të qenë të lartësuar. Unë e përkufizoj fjalën lartësim si lajkatim ose lavdërim. Sa shumë na pëlqen neve kjo. Ndihemi tamam sikur na kanë shtruar një banket. Jezusi, siç na mëson letra drejtuar Filipianëve, ishte krejt ndryshe. Ai ishte në trajt Perëndie në qiell dhe ju nënshtrua vdekje se një kriminali në tokë. Bibla thot: kokra e grurit e mbjell në dhe duhet të vdes, në qoftë se nuk do që të mbetet e vetme. Pra, për të qenë i frytshëm, dishepulli duhet të vdes ndaj vetes së tij. Mos kërko të lartësohesh. Për ulu. Kjo mund të praktikohet sa herë që nuk na kushtojnë vëmendje, apo sa herë veprat tona të mira nuk çmohen. Kjo është e vështirë për egon, sepse egoja kërkon pikërisht të kundërtën e kësaj. Kjo lutje na ndihmon të heqim dorë nga dëshira jon kanceroze për të qenë dikushi, për të fituar një status më të lartë se të tjerët. Ajo i pret rrugën për kushtimit të rrezikshëm të Satanit mes atyre që punojnë për Krishtin. Përafërsisht, kështu është edhe pjesa tjetër e lutjes. Çlirom nga dëshira për të qenë i nderuar. Perëndia tha: si mund të besoni ju që ja merrni lavdin njëri tjetrit dhe nuk kërkoni lavdinë e të vetmit Perëndi? Gjoni kapitulli 5 vargu 44. Dëshmia e Jezusit ishte: unë nuk pranoj lavdi nga njerëzit. I ndodh shpesh një të krishteri që, mbasi ka bërë diçka për Perëndin, të tundohet ta përdorë atë gjë për të ngritur lart nderin e tij personal. Ky tundim vjen nga Satani. Ndere dhe vlerësime të caktuara shkaktojnë një dëm që është vështirë të diktohet që në fillim. Duke qenë se lëvdatat vijnë nga njerëz apo nga organizata të krishtera me qëllime të mira, ato shërben si ushqim për krenarim personale. Disa herë, lavdërohemi prej miqve tanë të krishterë më tepër se sa prej botës, dhe burimi i shenjtë e bën lavdërimin akoma më të rrezikshëm. Ekziston gjithashtu rreziku që ne të dëshirojmë të kemi eksperjenca shpirtërore me qëllim që të rritim prestigjin ton. Kur dëshmojmë, mund të tundohemi të dëshmojmë se si Perëndia na ka çliruar nga mëkati, apo se si ai është përgjigjur lutjeve tona, apo për ndonjë eksperiencë tjetër të hirit të tij, duke e bërë këtë në një mënyrë të tillë që jep më shumë kënaqësi vetes son se sa lavdi Perëndis. Hirin e tij duhet ta vlerësojmë lart, por nuk mund ta valvisim atë si meritën tonë. Marr ndonjëherë letra nga të rinj që kërkojnë kualifikim të mëtejshëm dhe të cilët shkruajnë me rekomandime për vetveten. Ata më shkruajnë për të më treguar se sa të përparuar e të kualifikuar janë. A imagjinoni dot apostullin Gjon duke shkruar një letër të tillë? Natyrisht, edhe Gjoni si gjithë të tjerët, kërkojnë në një rast i bëheshin nderime e t'i jepeshin përparësi mbi të tjerët, me që ishte dishepulli i Jezusit. Por kjo ndodhi përpara se kryqi të sillte një revolucion në jetën e të gjithë dishepujve. Nuk është gabim të pranosh inkurajime, por është gabim të kërkosh lavdi dhe aprovim prej të tjerëve. A e lavdërojmë Perëndin kur jemi vetëm, po aq sa që lavdërojmë kur jemi me të tjerët? A e bëjmë punën tonë kur jemi vetëm me po aq entuziazëm sa që punojmë kur nuk na shohin njerëzit? Mua nuk më pëlqen të punoj për Krishtin vetëm dhe nuk besoj se duhet punuar 2 nga 2. Por disa herë ne gjendemi vetëm dhe atëherë testojnë motivet tona, nëse shqetësohemi për nderin ton apo për atë të Zotit. Pjesa tjetër e lutjes është shumë e përafërt në kuptimin me sa u tha më sipër. Çlirom nga dëshira për të qenë i lavdëruar. Kjo ka të bëjë me lidhjet shoqërore dhe me jetën tonë të përditshme. Etja për lavdërime na bën të pranojmë me kënaqësi të madhe
çdo grimc miratimi prej të gjithëve. Pa e vrarë shumëndje nëse këta persona janë të sinqertë e të ndershëm apo jo. Lavdërimet të tilla janë mashtruese, kur dalin nga goja e njerëzve të paprincipt e me dy fytyra. Ne gjithashtu lutemi, çlirom nga dëshira për të qenë i preferuar prej të tjerëve. Si ndihemi ne kur ndonë se kemi aftësinë dhe kualifikimin për të bërë diçka, ndodh që dikush tjetër të zgjidhet për ta bërë atë punë? A gëzohemi kur nderohet një krishter tjetër? Bekimi që i jepet të tjerëve mund të na therrë në zemër. Tozer i thot: "Kryqi pretell në jetën tonë, madje atje ku dhem më shumë, duke mos na kursyer as ne vetë e as reputacionin tonë të ngritur me kujdes." Njerëzit e kësaj bote e klasifikojnë vetveten sipas prejardhjes së tyre. Por Gjon Pagëzori e kishte të lehtë të thoshte: "Ai që vjen pas meje është më i fortë se unë." Çliron po ashtu nga dëshira për të qenë i konsultuar. Përvoja dhe njohurit tona bëhen pengesë kur ne presim nga të tjerët që ata të tërhiqen nga opinioni i tyre dhe të njohin urtësinë tonë. Mosmarrja në konsiderat e mendimit tonë është veçanërisht e vështirë për të pranuar atëherë kur këshilla jon duket shumë e vend. Por kjo s'është veç se një mënyrë tjetër për të lartësuar vetveten, pasi ne mund t'i besojmë Perëndis që ta përdor këshillën tonë atje ku duhet për lavdinë e tij. Shumë nga ne kanë po ashtu nevojë të çlirohen nga dëshira për të qenë të aprovuar, për të qenë të siguruar prej të tjerëve se ne, në fund të fundit, kemi të drejtë. Dishepujt duhet vazhdojnë të mësojnë në shkollën e jetës me Perëndin. Kur të tjerët më pyesin se për cilën diplom jam duke studiuar, unë i them: për IANP-n, i aprovuar nga Perëndia. Kjo diplom nuk merret në këtë jetë, por është e vetmja që ka vlerë të përjetshme. Një barë që e mbajmë shpesh është frika e të qenit të poshtëruar. Ne dëshirojmë të bëjmë figurë të mirë tek të tjerët, madje edhe kur duam të lëmë përshtypje të mirë tek Perëndia. Por Perëndia nuk ka probleme të tilla, dhe në përsosmërinë dhe në fuqinë e tij, ai nuk është kurrë i poshtëruar. Edhe biri i tij nuk u zbraps nga frika e poshtërimit prej njerëzve kohën që ishte në tokë. Zoti shpesh na udhëheq në për të njëjtin shteg nga kaloi biri i tij. Poshtërimet nxjerrin më shumë në pa dallimet mes rrugëve të Zotit dhe të njerëzit dhe na mëson se ku po mbështetim sigurinë tonë. Ka të dhëna se notarët e skuadrave të shpëtimit janë në rrezik më të madh se të tjerët për të mbytur, pasi ata kanë një besim të tepruar në vetvete kur janë në ujë. Perëndia na përul me qëllim që ne ta shpëtojmë nga besimi i tepruar në vetvete. Ai i minon dhe i dobëson pikat tona të forta nga ana natyrore, për të mirën tonë dhe që ne mund të rritemi në të. Le të mos i trembemi atij poshtërimi që na sjell këtë përfitim të çmuar. Çlirona gjithashtu o Zot nga frika e të qenit të përbuzur. O, sa na nevojitet çlirimi nga kjo frikë kur i dëshmojmë të tjerëve për Krishtin. Ndonse shpërndarsin e fletushkave mund ta përbuzin, ne që e dim vlerën e tyre duhet u japim atyre njerëzve sikur të ishin banknota. Disa njerëz fyen, po t'u preket mendimi i tyre personal për sa u përket çështjeve fetare, por ai që dëshmon për Krishtin investon në përjetësi. Le ta dëboj plotësisht këtë frikë dashuria e Zotit. Frika e qortimit mbërthen shumicën e të krishterëve. E megjithatë, ne kemi nevojë për ndrejqje me qëllim që të mos mbetemi prapa në ecjen tonë të krishterë. Të krishterët duhet mësojnë se si të flasin me njëri tjetrin, si me dashuri, ashtu dhe me qortim. Ndonse ne mësojmë kryesisht nga shpirti i Perëndis, ai mund të përdor edhe një vëlla ose një motër në besim për të na mësuar. Dishepujve të zellshëm, Perëndia u flet gjatë lutjes, studimit të Biblës dhe me anë të këshillimit të një vëllai. Unë besoj se Perëndia na ka dhënë hir gjithnjë më të madh për të pranuar qortimet, por për këtë janë dashur vite. Kur u bëra në fillim i krishter, reagoja si gjarpër me zile ndaj qortimeve. Ka një ndryshim të madh mes gjarprit dhe krimbit. Bibla e krahason Jezusin gjatë kohës së vuajtjes së tij me një krimb. Psalmi 22 vargu 6. Në qoftë se ti godet një krimb, ai mund të përdridhet ose të vdes. Por në qoftë se godet një gjarpër, ai të kthehet e të pickon.
sa do më thënë se është që Satani përshkruhet në Bibël si gjarpër. Ne i kemi në majtë gjuhës të 25 arsyet përse ai tjetri e ka gabim dhe ne kemi të drejtë. Por gatishmëria për të mbrojtur vetveten ose mungesa e saj tregojnë se sa shpirtëror jemi. Pastaj vjen frika pothuajse e përbotshme e të qenit i harruar. Në Indi ku kushtet e jetesës janë kaq të varfra, disa njerëz vënë para mënjan me qëllim që të ndërtojnë një përmendore të bukur mbi varrin e tyre, e cila do të lërë më vonë një emër ndër të gjallët. Disa kisha të krishterë janë gjithashtu të mbushura me përmendore që përjetësojnë emrat dhe prestigjin e të vdekurve. Shumë prej nesh kanë frikë se mos harrohen nga miqtë e tyre. Po të mos përpiqemi të provojmë të tjerëve dobinë apo për krahjen tonë, ndihma jonë e kaluar mund të harrohet dhe po kështu edhe në vetë. Por jeta nuk jetohet në të kaluarën. Shërbimi, kënaqësia dhe mirësia përjetojnë në të tashmen. Duke harruar gjërat që kemi lënë pas, ndonse nuk mund të harrojmë njerëzit, ne vazhdojmë përpara për t'i arritur qëllimit të sotëm. Të kemi frikë se mos kujtohemi vetëm për të shkuarën. Perëndia mban mend çdo gjë të mirë që ne bëjmë dhe kjo duhet të na mjaftojë. Çlirom Jezus nga frika e të qenit i vënë në lojë. I mençur është ai i cili mund të qesh me vetveten. Disa herë na jepet rasti i mirë ta bëjmë këtë, por disa herë të tjerë shakaja është me qëllim të keq dhe synon të na lëndojë. Në raste të tilla mund të jetë e vështirë për të kuptuar se tallja është si një bumerang që e plagos vetë burimin prej nga vjen. Bibla thot, Perëndia shikon zemrat. Dhe nëse zemra ime është e drejtë, atëherë ajo mund të mbushet me paqe. Ndërsa ne ja shpihem zemrat atij, e kuptojmë se ai është i shpejtë për të na qetësuar, atëherë kur njeriu është i shpejtë për të na tallur. Frika se mos na keq trajtojnë mund na e bëjë të vështirë të besojmë të tjerëve. Kjo frikë mund të na paralizojë duke na lejuar të bëjmë një hap në rrugën e besimit që shtrihet përpara nesh. Shumë e lidhur me këtë është frika e të qenit i dyshuar, e cila te disa të krishterë i çmobilizon. Por pavarësisht se çfarë bëjmë, gjithmonë do të gjendet dikush që të na keq kuptojë. Po të lutesh shpesh në takime, do të bësh dikë të mendojë se po përpiqesh të tregosh se sa shpirtëror je. Por nuk na levërdis që të jetojmë nën prangat e frikës për shkak të asaj çfarë mendojnë të tjerët. Jezusi tha: "Gëzoni kur të tjerët thonë gjithfar të zeza kundër jush pa të drejtë, sepse më takoni mua." Ne mund t'i arrijmë kësaj lirie kur e dim se e duam Zotin Jezus dhe veprojmë me besim. Kështu që s'ka pse të kemi frikë se çfarë mendojnë apo dyshojnë të tjerët. Pjesa e dytë e kësaj lutje merret me vlerat e vërteta. Më fal mua Jezus, hirin të dëshiroj që të tjerët të marrin dashuri më shumë se sa mua. Këto fjalë na kujtojnë atë nevojë që njerëzit kanë për dashuri dhe për të cilën unë mund të jap ndihmesën time për ta plotësuar. Kudo që shkoj takoj njerëz me të cilët kanë nevojë për dashuri dhe vëmendje, që kanë nevojë ti vizitosh, ti dëgjosh, tu shkruash, të lutesh me ta. Si mund të plotësojnë këto nevoja kaq të mëdha? Vetëm nëse hiri i Zotit punon në mua, në mënyrë që të tjerë të vlerësohen më shumë se sa unë. Më jep hir të dëshiroj që në sytë e botës, të tjerët të arriten e unë të zvoglohem. Dëshmia e Gjon Pakzorit është e qartë. Unë duhet të zvoglohem. Fjalitë e tjera të lutjes, që të tjerët të zgjidhen në unë jo, që të tjerët të përmenden në unë jo, që të tjerët të preferojnë përpara meje në çdo gjë, përmblidhen në këtë parim që Jezusi të arritet dhe unë të zvoglohem. Unë duhet të fshihem pas kryqit në mënyrë që Zoti im të mund të shihet e të adhurohet. Unë duhet ta konsideroj veten si askush, kështu që Jezusi të jetë gjithçka për mua. Fjalia e fundit është revolucionare. Që të tjerët të bëhen më të shenjtë se unë, por me kusht që unë të bëhem aq i shenjtë sa duhet. Ekziston gjithmonë rreziku që ne si të krishterë të jemi kaq të urritur për realitetet shpirtërore sa të cënojmë të tjerët. Jeta e krishterë nuk është një garë me të tjerët. Ne kemi një qëllim të përbashkët dhe rritemi së bashku në fuqinë dhe hirin e trupit të besimtarve. Ne duhet të pijmë së bashku nga burimi i ujit të gjallë. A mund ta bëjmë sinqerisht këtë lutje të mrekullueshme? Më vijnë ndërmend fjalët e Tozer të cilat i kam shkruar në faqen e parë të Biblës sime. Kisha sot ka nevojë për njerëz
që ndjejnë veten të gatshëm për t'u sakrifikuar në luftën për shpirtrat. Të tillë njerëz do të jenë të lirë nga veset që ushtrojnë pushtet mbi njerëzit e dobët, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria e jetës. Ata nuk do të veprojnë të shtyrë nga rrethanat. Shtytja e tyre vetme do të vijë nga brenda dhe nga lart. Kjo lloj lirie është e domosdoshme nëse duam të kemi përsëri profet në podiume në vend të fallxhorëve. Këta njerëz të lirë do t'i shërbejnë Perëndisë dhe njerëzve duke u nisur nga motive tepër të larta për të kuptuar nga masat e njerëzve që zvarriten brenda e jashtëshenjtores. Ata nuk do të marrin asnjë vendim nga frika, nuk do të ndërmarrin asnjë veprim nga dëshira për të kënaqur të tjerët, nuk do të pranojnë asnjë shërbim shtesë për hir të kushteve financiare. Ata nuk do të kryejnë asnjë vepër fetare vetëm sepse ashtu e do zakoni. E as nuk do të lejojnë veten e tyre të ndikohen nga ethet për publicitet edhe për famë. Lidhja mes këtij pasazhi dhe lutjes është krejt e qartë. Duket sikur të dy këta predikues, katoliku i hershëm dhe ungjilltari modern, kanë studiuar në të njëjtën shkollë. Dhe kjo, në fakt, ka ndodhur pasi që të dy kanë studiuar te këmbët e Jezusit.